Kandidati i Aleancës për qytetarin për Bashkinë e Tiranës, Lulzim Basha, njohu banorët e njësisë nr. 9 në kryeqytet me platformën e tij elektorale në kuadër të prezantimit të kandidatit të djathtë për këtë njësi Blendi Fuga. Zoti Basha foli për investimet në sistemin e ujësjelljes kanalizimeve dhe planin e ri urbanistik. Kandidati i mazhorancës u ndal edhe te dhënia e lejeve të ndërtimit. Basha premtoi decentralizim të plotë me të ardhurën në krye të bashkisë, pasi sipas tij lejet për volume të vogla ndërtimesh do të merren pra njësive bashkiake. Ç'kuptim ka të vërtiteni me letra në duar, të paguani tarifa pas tarifash, kur po ju pikon çatia, apo për të hapur një dritare të vetme, apo për një volum të vogël ndërtimi. Kjo duhet marrë fund dhe kjo do të marrë fund, sepse këto kompetenca dhe shumë kompetenca tjera do të vinë në nivelin më afër qytetarit, te kryetari mini bashkisë dhe më pranë jush. Zoti Basha u tha banorëve se pas 9 majit, kur bashkia të drejtohet prej tij, Tirana nuk do të ketë më vendimarrës anonim apo të vetëm, por të gjithë qytetarët do të vendosin për fatet e Tiranës.